Biznesmeni italian Francesco Becchetti është dënuar përfundimisht me 12 vite burg pas vendimit të dhënë nga apeli dhe me jurisdiksion përgjithshëm. Vendimi i sotëm mbyll një proces gjyqësor të gjatë ku ndaj tij ishin ngritur akuza të rënda që lidhen me afera korruptive e mashtruese në Shqipëri. Gjykata aplikon nenin 55 të Kodit Penal duke bashkuar dënimet e dhëna më parë. Në vitin 2022, Gjykata e Tiranës kishte shpadur Becchettin fajtor dhe e kishte dënuar me 17 vite burg për kryerjen e 4 veprave penale, vjedhje duke shpërdoruar krijimi i skemave mashtruese, pastrimi i parave dhe falsifikimi. Po ashtu, apeli uli dënimin edhe për bashkëpunëtorët e tij Mauro De Rensis nga 16 në 12 vite, ndërsa për pjesën tjetër të grupit të akuzuar dënimet mbeten të pandryshuara. Francesco Becchetti ishte shpadur në kërkim nga shteti shqiptar që prej vitit 2015, kur ndaj tij u lëshua urdhër arrest ndërkombëtar dhe u vendos sekuestrimi i pasurive të tij në Shqipëri, përfshirë edhe televizionin Agon Channel. Becchetti kishte hyrë në tregun shqiptar në fund të viteve 90 ku mori në koncesion ndërtimin e hidrocentralit të Kalivaçit, por akuzat për mashtrime financiare dhe pastrim parash çuan në një nga proceset më të zgjatura gjyqësore me johon të madhe ndërkombëtare.